Rruga Qafë-Buallkras me gjatësi rreth 16 km është një nga veprat e nisura 3 vite më parë, por që nuk ka përfunduar kurrë. Në fakt, kjo rrugë duhet të ishte përfunduar më shumë se një vit më parë, por punimet janë shtyrë 2 herë me kërkesë të kompanive zbatuese të projektit. Investimi me vlerë rreth 11 milion euro përfshinte zgjerimin e trasesë dhe asfaltimin e saj, por punimet kanë ngecur deri tek zgjerimi i trasesë. Autoriteti rrugor shqiptar si institucion financues nuk ka bërë asnjë veprim më tej për të kërkuar përfundimin e objektit. Por nisur nga tejkalimi i afateve dhe mosdorëzimi i punimeve, dyshohet se Burgoria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, ka nisur një hetim. Kjo pasi burime bëjnë me dije se agent të byros kombëtare të hetimit janë parë në zonë. Burime konfidenciale thanë se hetimet kanë nisur edhe për 2 vepra të tjera publike, ku njëra është në zonën e Martaneshit dhe tjetra në zonën e Bulqizës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij lajmi, SPAK nuk ka bërë zyrtarisht publik informacion mbi hetimet. Të njëjtat burime saktësojnë se hetimet janë në vazhdim dhe fillimisht po bëhet mbledhja e informacionit në terren.